për ju Kosovë. Dhe ka që për juve mirë brama, apo jo? Për ju, si dush, edhe këto është ora një nëse s'gaboj e mëngjesit. Kështu që i bie pas mesnatës, mundemi me thonë lirisht mirë mëngjes dhe për juve. Faleminderit shumë, në fakt sepse e di që nuk është e lehtë për juve të qëndrosh kaq vonë, edhe të mundësosh një bisedë, një lidhje direkte me Kosovën. Faleminderit për ktesën së pari. Mirëmëngjesi për ju, për stafin tuaj edhe për gjithë teleshikuesit e televizionit janë Kosovës. Atëherë, e ke marrë vëmendje në rrjetet sociale në momentin kur ju dhe keni publikuar një fotografi, ku keni njoftuar që është kthyer funksionaliteti i një pjesës tënde të trupit që e keni humbur pavarësinë e saj për sa e sa kohë. Besoj ky është një moment i lumtur për juve, Qerim? Shiqo, unë e kam cek edhe në disa intervista më herët që jo vetëm unë që normal që do t'jetë shumë ma e lehtë në jetën e përditshme me një protezë elektronike, çfarë posedoj, e cilën do ta marrë në vërtet në këto pak ditë, ajo fotografi ishte herën e fundit kur isha në spitale dhe i bëm ato praktikat e fundit se si funksionon kjo protezë elektronike, edhe pash që vërtet është shumë funksionale, e cila do të më shërben për jetën e përditshme, dhe fatmirësisht që unë arrita marrë deri te një protezë tillë që më ka mungu me vite tana. Kështu që unë kisha dashur edhe uroj që edhe invalitë e UÇK-s tjerë që kanë mungesë gjymtyrëve, që të keni mbështetje në përkraje që sa më parë të furnizohen me proteza të tilla, si me proteza durëve të këmbëve dhe ashtu keni jetë më të mirë, më të lehtë për gjithë të cilën. Si funksionon kjo? Si është e lidhur me ndoshta edhe me trurin, me mënyrën e të vepruarit të lëvizjes? A është robotike? Është robotike, është e lidhur ndoshta me inteligjencën artificiale që është aktualisht, apo si funksionon? Kjo është protezë robotike, është lidhur drejt për drejt me sistemin kompjuterik, kurse menaxhohet në bazë të nervave të dorës, po njëkohësisht kuptohet të pas lidhjen kontrollin direkte me memorien tonë përmes trunit. Veprimet që ti i bën në mënyrën se ti e mendon se si me hap dorën, me mbyll këto lëvizje teknike që janë, edhe kjo funksionon në atë mënyrë. Kështu që edhe unë jam e mahnit prej teknologjisë se ku ka arrit teknologjia sot. Sot po ta krijojnë njeriun artificial, robotin, mund ta quaj kështu, e jo mo edhe një gjymtyrë të dorës apo të këmbës. Proteza dorës është shumë e komplikuar se sa proteza e këmbës, po fatmirësisht në bazë të asaj që unë e veç sa e kam praktikuar këtë protezë me orë të tona dhe pash që është jashtëzakonisht funksionale dhe është mirëseardhme, pavarësisht kostos që pushton. Ka kosto të lartë sepse është ideja tash me kuptu ndoshta edhe të tjerë, ata që janë nevojtar të kësaj situate, a ka kosto dhe a mund të bëhet vetëm në Amerikë, apo mund të bëhet edhe ndonjë qendër tjetër, ndonjë shtet tjetër? Unë mendoj që edhe në shtetet të perëndimit në Evropë mund të ketë proteza elektronike shumë funksionale, ndoshta jo si kjo që është këtu në Amerikë, po ka proteza edhe kish më qenë shumë e mirë që t'ja afrohet mundësia gjithë të cilët invalid UÇK-s që ka nevojë për një gjë të tillë, t'ja afrohet një mundësi e tillë. Se është një mundësi e artë, është një diçka që vërtet i nevojitet gjithë të cilët për jetën. Kur e vendoset për herë të parë këtë protezë elektronike, na trego pak ndjesinë dhe emocionin që e përjetove gjatë kohës kur ke shku për kontrolla dhe për prova? Unë sinqerisht të thonë që ishte një ditë jashtëzakonisht emocionale. Më kthej vite mrapa, më rikujtoj kohën e luftës, momentet të plagosjes, operimet, por mbi të gjitha dhe
ditën kur u boda amputimi i dorës, ishte një emocion i papërshkrueshëm, edhe kështu që po njëkohësisht edhe një ndjenjë krenarie, sepse unë e di që në atë kohë e kam pas të dy duart, më kam jetu 20 vite. Me dy duart, moshën 20 vjeçare i kam falë njën e ndorë atë dhehut, edhe kështu që ishin emocionet përzime, por me një vedije jashtëzakonisht madhe që të një shpresojnë që kam qenë e vedishëm edhe në atë kohë se s'ka në plët, kemi qenë shumë përgatitur si në aspektin psiqik, moral, fizik, që kemi ditë që në luft, jo vetëm që mund t'japim në gjymtyr, po ne kemi qenë përgatitur që t'japim edhe jetën. Ka qenë edhe mendimi jonë se dikush duhet sakrifikohet, të sakrifikohen jetën e vetë për lirinë e të tjerëve, për çlirimin e vendit. Po si ndjesh sot? Si ndjesh sot, Qerem, kur ju keni sakrifikuar, ju keni qenë në gjendje të sakrifikoni jetën, jo vetëm një gjymtyr të trupit. Sa jeni sot të lumtur me atë se si ne po e trajtojmë këtë liri dhe si po ju trajtojmë edhe juve, që keni qenë në gjendje të japni jetën tuaj që ne të frymojmë vlerëshëm? Sinqerisht, ndihem i thyrë, ndihem i diskriminuar, ndihem janë shkaluar prej shtetit tim, jo vetëm si individ, jo vetëm si Qerem, po e tham edhe në emrin e gjithë luftëtarëve tjerë në këtë drejtim, nuk ka diçka ma të turpshme, ma pyse, ma jo njerëzore, ma jo morale, që t'luhet edhe bëhet thyrje në drejtimin e luftëtarëve të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Jo vetëm ndaj atyne që kanë ndonë gjymtyr trupi, që kanë ndonë gjak, po qoftë edhe të një ushtar më i thjeshti që e ka bërë të uniformën e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. Mos harroni se kjo kategori, po flas në përgjithësi për luftën e UÇK-s dhe luftëtarët e saj, është kategoria më sublime e vendit tonë, e popullit tonë, e shtetit tonë, sepse nuk ka qenë e lehtë në atë kohë që një grusht njerëz, mund ta quaj, një pakis shumë e vogël, t'i del ballë një shteti të asaj kohë ish Jugosllavisë, një shteti genocidial, një shteti kriminal, me gjithë atë artilleri, me atë arsenal luftarak që ka pas, edhe të arrijnë ta kemi një fitore edhe sot, ta kemi një shtet pavarur. Andaj është shumë e turpshëm. Unë kisha me dashur që populli janë le të nalet një herë, le ta mendon shumë mirë sakrificën e gjithë të cilës që e ka bërë për shtetëndërtimin e Kosovës. Dua t'ja marr vetëm një shembull. Këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një veteran trajtohet heroi i gjallë. Nëse dikush e kupton që ti ke qenë pjesë e luftës, mund ka ndodhur personalisht të puna edhe në shumë vende të tjera. Por e kanë kuptuar se unë kam qenë pjesëtar i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës. E kanë atë shprehjen shumë të famshme, thank you for your service. Faleminderit për kontributin, për punën që ke bërë. E kështu që nuk kanë ndjenjë më të mirë se sa të jesh një veteran Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë pse mos ta kemi edhe këtë ndjesi, këtë krenari edhe në vendin tonë? E aq më tepër kur ne dham gjymtyr, dham gjakun, dham jetën për lirinë e Kosovës, për shtetëndërtimin e saj. E mjekët qysh kanë trajtu kur e kanë marrë vesh që e ke humbë gjatë luftës, si ushtar? Çdo herë trajtimi ka qenë me një respekt veçantë edhe në një nivel jashtëzakonisht mirë. Kudo që kam qenë, kur e kanë kuptuar që unë kam qenë pjesëtar i Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, sepse njerëzit që kanë vlerë dhe kanë vërtyte, ata gjithmonë dinë me trajtu se kur një person, kur ti ke pas një guxim, kur ti ke vendosë që ta sakrifikosh vetën tonë, jetën tonë për lirinë e të tjerëve, atëherë normal që e gëzon një respekt paksa më të veçantë. Pra një disi se e marrim për të mirëqenë gjithë këtë kontribut që ju keni bërë gjatë luftës. Flasim pak për storyn tënde të luftës, momentin kur ju bashkove radhëve të Ushtrisë Qërimtare të Kosovës, në cilin batalion keni qenë?
Ne jemi angazhu qysh në fillimin e luftës së ushtrisë ligjtare të Kosovës, asa gjithë aty në masakrat që u bën nëpër Kosovë, posaçërisht në Drenicë, në familjen Jasharaj. Pastaj ishte sulmi 24 marsit të 98-s në Glozan, në familjen Haradinaj, edhe ne veç kishim mendu që të bëjmë një vetë organizim me disa shokë tjerë në fshat edhe me disa bashkëvendas. Që në mars të 98-s, ne si familje fillum veç u kishim në radhët e ushtrisë ligjtare të Kosovës, u vetë armatosëm. Unë në atë po isha në moshën 20 vjeçare, 3 vëllezërit e mi tjerë ishin më të mëdhenj se unë, edhe baba. Që do të thotë 5 anëtarë të familjes ishin drejt për drejt kyçën në luftën e ushtrisë ligjtare të Kosovës. Ishte një krenari, një ndjenjë e veçantë, edhe gjithmonë e thonë që krenaria më e madhe në jetën time ka qenë është edhe do të mbetet epoka e ushtrisë ligjtare të Kosovës. Nuk ishte krenari më të madhe kur